Bashkia Shkodër ka përmbyllur skemën e granteve për bizneset inovative, një nisëm që mbështet sipërmarrjen, inovacionin dhe punësimin. Sipas bashkisë, thirrja ka ngjallur interes të jashtëzakonshëm me 67 aplikime nga individ dhe biznese me ide inovative. Pas procesit të vlerësimit, 18 finalistë prezantuan projektet e tyre në fazën përfundimtare. Kemi një numër surprizë për i vërtetës krahasim edhe me vjet për sa i përket kërkesës, aplikimeve dhe trille dëshirës për me kriju biznese dhe startupe të reja në Shkodër. Në krahasim me vjet kemi gati 300% rritje të numrit të aplikimeve dhe kërkesave, sikurse ne kemi pas rritje të buxhetit. Këtë vit ne kemi gati 5 milion lekë të reja dhe do të jenë rreth 10 biznese që do dalin fitues, ku në fillim kemi pas gati 67 biznese të cilat kanë apliku, kemi pas fazat të ndryshme të seleksionimit të bizneseve dhe sot është faza përfundimtare në cilat ne po i marrim në një intervistë dhe po prezantojnë nga aspekti vizual idetë e tyre që për vërtet janë shumë interesante dhe vinë nga industri të ndryshme, të cilat na kanë edhe një farë dëshire më të madhe për me kuptuar më shumë se çfarë kërkojnë të rit, të cilat janë fushë që ata kërkojnë me investuar punë. Programi u shoqërua me trajnime për zhvillimin e planeve të biznesit dhe aftësive sipërmarrëse. Me një fond prej 5 milion lek, skema financoi deri në 500.000 lek për secilin përfitues, me fokus të veçantë tek të rinjt e kthyer nga emigracioni dhe diaspora. Përmes kësaj nisme, Bashkia Shkodër rikonfirmon angazhimin për të mbështetur idetë inovative, zhvillimin ekonomik lokal edhe krijimin e mundësive të reja për qytetarët.